E pash si t'u hollua dhe t'u anua qafa mbi supin e majt, një njollë e madhe kushëremt mbeti atje prej dhëmbëve të mi. Ngulur si ushunjëza, ta thitha tër gjakun përzier me lëngun e bardhë të gjëndrave të tua. E ndjeva si t'u përpërlit shpirti. Rënkimi t'u fondos në përfrym. Mu kryqëzove në prëhër, krah lëshuar, sy perënduar. Dashnori Krisht nga Rita Petro. E vijojmë bisedën me dashurinë erotike. Çfarë është dashuria erotike për ty, Rita? A është universale, a është thjesht fizike, a ka dashuri të smura apo të ndaluara? Të gjitha janë aty brenda, të gjitha mendoj se është një nga çmunduritë më të bukura që mund t'i ndodhi njeriu. Është ai momenti kur ti smer do të frym, ku s'rrit dot as një minutë, pa njeriu që do, kur janë larg, është ai vrapi i marr dhe që takohen dhe puthen me njëri tjetrin kur ka përcen kufi. Më duket se po tregoj për dashurinë time kur ka përcen çdo kufi. Cili është kufiri më i madh që ka përcyer? Dhe sidomos në shqiptarëve që na kanë dar kufi, dhe s'ka gjë më të bukur se dashurosh një njeri që është për te kufiri dhe që ti mezi të ndalojnë të kalosh dhe ti mezi pret e zhbën kufirin. Takohesh. Është më vërtet është shumë e bukur. A është më vërtet një dashuri e ndaluar? Po, dashuritë e ndaluara normal tregojnë efektin më të madh të kësaj ndjenje. Pra, unë nuk e di se si e tregojnë ato dashuri të cilat pasaj janë në një farë mënyre të zyrtarizuara, janë dashuri dhe ato të bukura patjetër. Po mendoj që gjërat më të mëdha, librat më të bukur, filmat më të bukur janë bërë për dashuritë të cilat kanë kaluar në ekstremin sepse ja u kanë ndaluar dhe është e bukur, sidomos dashuria mëkatare, që të tjerët e quajnë mëkatare. Madje edhe Shën Valentini nga dashuria mëkatare u kthye në fest. Se nuk do ishte askush duke festuar dhe duke marrë dhurata në 14 shkurt. Nëse nuk do ishte kjo dashuria e ndaluar që ndonjëherë na trëm, por e duam. Dhe na pëlqen në të njëjtën kohë. Njerëzit që janë trima e hapin veten dhe janë gjithmonë bashkë me njëri tjetrin, mendoj. Do të thonë në çfarë do lloj rrethanash, në çfarë do lloj situatash apo kufizimesh që janë, ata që janë trima do ta realizojnë se s'bën. Ata të cilët gjithmonë nxjerrin arsye, mendoj ose janë frikacak, ose njëri nga partnerët nuk do dhaj shumë. Kush nxjerr justifikime, dijeni se aty nuk ka dashuri të fortë, ose nuk ka trimëri të fortë. Trimëri të fortë, kjo ishte shumë e bukur. Rita që ta kuptoj pak më mirë, po bëj një pyetje që as vetë nuk e kuptoj pse po e bëj në një mënyrë të tillë. Jepi e. Po mbase duke biseduar me kohën fillojmë edhe kuptojmë edhe kuptohemi. Cila është harta poetike, gjithmonë flasim, që ti ke në kokë sa i takon dashurisë erotike? Cilat janë pikat e referencës? Unë në fakt, kur flasim për seksin tjetër, kam 3 pika reference, babai, burri, dashuri. Mendoj se është një trekëndësh ku vërtitet një femër dhe do thoni ju po mirë pse e fute babain. Ama se mos na akuzojnë për që ta sqarojnë se unë jam mësuar me këtë gjë, por pse e futa? E kam shkruar edhe në romanin Lindës së Prati. Babai është figura e parë që një vajzë, se unë flas nga pozitat e vajzës, që e shikon edhe në mënyrën e bukur sensuale, sepse ajo në çdo gjë, në ndërtimin e trupit dhe në çdo gjë tjetër, ajo është kurioze që kur është e vogël ta shofi çfarë ndryshimi ka. Dhe kjo tek lindur së prapti duket që në faqet e para kur përshkruhet. Dhe ndodh brenda familjes. Erotizmin e kemi brenda familjes, por çfarë ndodh? Ne pastaj mundohemi ta shkatrojmë veten si qenie erotike me rritjen tonë, edhe prindërit përpiqen as ato mos duken qenie erotike para nesh dhe as ne përpara prindërve. Pra, babai është i pari dhe vajza e adhuron. Dhe si figura e babait, ajo kërkon atë me cilin do martohet.
Pra, çdo vajzë ëndërron një burr me cilin do martohet, do përvellon e bardhë. Kështu më thotë edhe bashkëshortja ime mua për vajzën, se kemi një vajzë të vogël. Që vajza? Edhe thotë, more sa të sheh ty, thotë baba, po si nuk është shkrirje si djali me nënën, ë? Pikërisht dhe unë e kuptoj shumë mirë nga pozita e babait, po flas. Sepse kush ka në shtëpi, edhe vajzë ose edhe djali i dallon akoma më mirë. Në fakt në familjen tonë kemi qenë 2 vajza dhe figura e adhuruar ka qenë normal figura e babait. Maja ka pasur gjëra tjera, po unë gjithmonë kam kënduar figurës babait, madje kam bërë dhe një poezi e dashur e babait që edhe ajo si poezi ka pasur shumë polemika. Por të rim tek trekëndshi, babai, burri i dashuri. Pra, babai është ai frymëzuesi, dhe sidomos kur është një baba që vërtet është edhe frymëzues, ose mund të ketë vajza që mund të mos i duan hiç dhe mund të mos i vlerësojnë hiç baballarët e vet. Po flasim për të përgjithshme, për një familje normale. Atëre burri. Te burri ajo do filloj të zhgënjeret, sepse gjithkohon do filloj ta krahasoj me babain. Dhe ndërkaq, kur je dhe është shumë e guximshme, ti mendon, po mirë unë tani bëra ato jetën duke pasur një modelin babait, tani do bëj zgjedhjen time. Dhe i dashuri mund të ndodhi që ta njohësh edhe mbasi e martuar, po mund ndodhi edhe përpara. Po unë patjetër doja t'i futja këto dashuri të mëdhaja, të cilat mua si Rita, si femër më kanë formësuar dhe që i quaj shumë të rëndësishme në jetën time. Pra, edhe si figura simbolike.